Shikues nderuar, mirëmbrëma në edicionin qendror të lajmeve në televizionin publik të Kosovës, ndër të tjera sonte mund të ndiqni. Rezultatet online të KQZ-s tregojnë se 19 komuna janë në balotazh, ndërsa 19 të tjera janë fituar në raundin e parë. Ambasada e SBA-s përgëzon qytetarët për zgjedhjet, Veseli thekson se me procesin zgjedhor më shumti ka fituar Kosova. Forca e Sigurisë së Kosovës është ndër institucionet më të besueshme vitet e fundit, u tha në konferencën dyditore FSK dhe partnerët. Dua Lipa korr edhe një sukses. Kënga e saj New Rules fiton çmimin Best Single në BBC. ,63.68% e qytetarëve e kanë shfrytzuar të drejtën e tyre për të votuar në zgjedhjet për kryetar komune dhe asamblist. Zgjedhjet që u mbajtën dje në të gjithë territorin e Kosovës janë cilësuar të mira e në bazë të rezultateve preliminare të publikuara në webfaqen e KQZ-s, 19 komuna janë fituar pa balotazh, derisa 19 komuna të tjera balotazhi do të zhvillohet më 19 nëntor. Hollësi të tjera sjell kronika në vazhdim. Në bazë të rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zgjedhjet e djeshme lokale në Kosovë prodhuan rezultate interesante për faktin se nga 38 komunat që ishin në proces zgjedhor, gjysma e tyre shkojnë në balotazh. Nga 19 komunat në të cilat nuk do të ketë balotazh, 9 prej tyre i ka fituar lista serbe, 4 Lidhja Demokratike e Kosovës, 2 Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, 1 Partia Demokratike e Kosovës, 1 KDTP, ndërsa Skënderajin e ka fituar kandidati i pavarur Bekim Jashari, njësoj si fitoret e re ka shënuar edhe në këto zgjedhje kandidati i pavarur në Hanin e Elezit Rufki Suma. Nga 7 qendrat e mëdha vetëm në Pej nuk do të ketë balotazh, pasi që atje edhe për një mandat ka fituar kandidati i LDK-s Gazmend Muaxheri, i cili ka marrë 21.568 vota ose 50.31%, karshi kandidatit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Fatmir Gashi, i cili ka marrë 13.727 vota ose 32.02%. Balotazh do të ketë edhe në kryeqytet në mes të vetëvendosjes dhe LDK-s. Në zgjedhjet e djeshme, kandidati i vetëvendosjes Shpend Ahmeti ka fituar 43.49%, ndërsa kandidati i LDK-s Arban Abrashi 35.87%. Në Gjakov balotazhi do të zhvillohet në mes të Ardian Gjinit të AAK-s, i cili ka marrë 40.63%, dhe Mimoza Kusari Lilës nga Alternativa, e cila ka marrë 31.69% të votave. Si edhe në Prishtinë, edhe në Prizren vetëvendosje do të jetë në balotazh, por këtu e dyta pas PDK-s, kandidati i SCL-s Shaqir Totaj ka fituar 29.68%, ndërsa kandidati i vetëvendosjes për kryetar të Prizrenit, Mytaher Haskuka, ka fituar 22.46% të votave. Situatë e njëjtë si në zgjedhjet e kaluara lokale paraqitet sërish në Ferizaj, ku në balotazh do të jenë Agim Aliu i PDK-s, i cili ka marrë 39.18% të votave, me Muharrem Sfarqën e LDK-s, i cili ka marrë 30% të votave. Edhe në Mitrovicë të Jugut përsëritet situata e zgjedhjeve të kaluara lokale. Atje ballafaqohen PDK dhe AKR. Valdete Idrizi e Partisë Demokratike të Kosovës ka fituar 29.63% të votave, ndërsa Agim Batiri i AKR-s ka marrë gjithsej 27.03% të votave. Gjilani është komuna e tretë ku vetëvendosja gjendet në koalicion me LDK-n. Atje me më shumë se 6.000 vota, Lutfi Aziri i LDK-s në balotazh ballafaqohet me Samik Kurteshin e vetëvendosjes. Lutfi Aziri në zgjedhjet e djeshme ka fituar 43.24% të votave, ndërsa Samik Kurteshi i vetëvendosjes ka fituar 27.12% të votave. Nga komunat e tjera më të vogla të cilat shkojnë në balotazh dhe që shumica janë ish bastione kryesisht të PDK-s dhe LDK-s, janë Dragashi, Istogu, Kaçaniku, Klina, Kamenica, Obiliqi, Rahoveci, Podujeva, Shtimja, Soareka, Vushtria, Malisheva dhe Klokoti. Këto janë rezultatet preliminare të KQZ-s pas numërimit të më shumë se 90% të votave, ndërsa në to nuk përfshihen votat me kusht, votat përmes postës dhe votat e personave me nevoja të veçanta. Procesi i pranimit të materialit të ndjeshëm do të përmbyllet brenda afatit të planifikuar. Kështu ka deklaruar për Radio Televizionin e Kosovës koordinatori i qendrës së numërimit dhe rezultateve Burim Ahmetaj.
Ai tha po ashtu se në fund të javës do të fillojë numrimi i votave me kusht dhe me post, pasi numrimi i votave të rregullta sipas tij është bërë nëpër vendvotime. E sa u përket rezultateve për kuvende komunale, Ahmetaj tha se ato marrin më shumë kohë pasi numri i kandidatëve është më i madh. Kurse tani po lidhemi drejt për drejt me gazetaren tonë Rabie Kryeziu, e cila gjendet në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Rabie, po e kalojmë linjën për ju. Përshëndetje, Resul, faleminderit shumë. Tani më kanë kaluar 24 orë nga mbyllja e të gjithave vendvotimeve dhe vetëm ankesat e parashtruara brenda këtyre 24 orëve do të konsiderohen, po për të na folë për ankesat e mundshme në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, kam afër këtu kryesuesin e PZAP-s, zotri Muldesku. Përshëndetje, zotri Mul. Përshëndetje, mirëmbrëma. Tashmë kanë kaluar 24 orë nga përfundimi i procesit të votimit, a mund të na jepni një përmbledhje të shkurtër sa i përket ditës në PZAP? Faleminderit. Prej momentit të mbylljes së qendrave të vendvotimit, domthonë dje në ora 19, sot gjatë gjithë ditës kemi pranuar, kemi punuar me një angazhim dhe për kushtim edhe anëtarët e PZAP-it, edhe stafi i sekretariatit, jemi përgatitur dhe kemi pranuar ankesa nga subjektet apo nga kandidatët e subjekte politike të cilat kanë pretenduar për parregullsitë që u janë bërë gjatë ditës së votimit dhe në ditës së djeshme. A mund të na flisni me shifra nëse është e mundur t'i keni? Po, deri në ora 19 ju kemi dhënë mundësinë të gjithë atyre të pakënaqshme që kanë pretenduar që ju janë bërë parregullsitë, kemi prit edhe ora 19 edhe deri në ora 19 pastaj ju kemi dhënë mundësinë të gjithë atyre kandidatëve që kanë dëshuar të parashtruan ankesa, edhe kanë parashtruar ankesa, kështu që numri i përgjithshëm i këtyre ankesave që kanë bënë me ditën e votimit është gjithsej 125 ankesa. Vetëm gjatë ditës sot ne kemi pranuar 125 ankesa. Të gjitha ata që kanë parashtruar ankesa, cili është afati kohor që PZAP do t'i përgjigjet? Ligji parashef që brenda 72 orëve të gjithë të pakënaqura apo parashtruesit të ankesave do t'ju njoftojmë me vendime brenda 72 orëve. Paneli merr vendime brenda 72 orëve dhe në fatin më të shkurtër mundshëm i njofton ankuesit me vendimet. Cilat subjekte politike janë ankuar më së shumti në këtë rast? Po, të them të drejtën, nuk kemi mund t'i shkurtojmë as numrin e parashtruesve të ankesa, as të kandidatëve, apo nga cilat subjekte politike janë këta kandidat, sepse siç e theksuam kemi punuar me një investitet të madh gjatë gjithë ditës. Mirë po, kryesisht ka kandidat nga të gjitha partitë dhe nuk kemi mund të një mënyrë të analizojmë dhe të vlerësojmë ndoshta edhe natyrën e ankesave që kanë parashtruar këta ankues. Mirë po, kryesisht këto ankesa kanë të bëjnë me parregullsitë, më shumë me parregullsitë lidhur me numrimin apo me rezultatet e kandidatëve për ditën e votimit. Gjatë fushatës edhe procesit votimit, PZAP sigurisht ka shqyrtuar shumë ankesa dhe sa subjekte politike janë dënuar dhe cila është vlera e dënimit? Gjatë fushatës një numër i madh subjekte politike janë dënuar për shkak se kanë thyer kodin e mirësjelljes të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Shuma e përgjithshme e dënimeve gjatë kësaj periudhe është rreth 200.000 euro. Mirë po, ka disa gjoba që do të shqiptohen lidhur me thyrjen e heshtës zgjedhore, mirë po ato ankesa janë në proces. Ndërsa sa i përket subjekteve të cilat janë dënuar më së shumti janë Lidhja Demokratike, Lëvizjeve Vendosje, Partia Demokratike, AKJ-ja e kështu me radhë. Cila është ajo parti ndoshta që e ka thyer këtë shumën, cila është ajo që është dënuar më së shumti gjatë këtij procesi? Gjatë këtij procesi zgjedhor, më së shumti është dënuar apo është zgjobitur partia apo subjekti politik Lista Serbe, dhe është dënuar edhe Lëvizja Vendosje. Lista Serbe është dënuar me shumën prej 22.000 euro, ndërsa Lëvizja Vendosje shuma më lartë me shumën më lartë që është dënuar është 7.100 euro. Faleminderit shumë për kohë. Faleminderit juve. Kaq për sonte, nëse do të ketë reja tjera, sigurisht që do të njoftohemi me kohë, linja për ju në studio. Faleminderit shumë. Kryetari i kuvendit njëherë është kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, një ditë pas votimit theksoi se me procesin zgjedhor të mbajtur dje, ajo që është më pozitive është se më së shumti ka fituar Kosova. Drejtuesi i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, theksoi se kjo parti do të dalë triumfuese në balotazh në 3 komuna të mëdha të vendit në Prizren, Mitrovic dhe Ferizaj.
Kryetari i PDK-s Veseli tha se platforma programore kësaj partie është e orientuar drejt përmirësimit të jetës së qytetarëve dhe në të njëjtën kohë fuqizimit të atyre qyteteve. Kena prirë bukur dukshëm komunat më të mira të Republikës Kosovës, do të thoja, 3 nga 7 komunat jemi ne e vetmja parti, se jemi fuqishëm për para, edhe jemi sigur se do t'i fitojmë me besimin e qytetarëve gjithmonë, për arsye se platforma jonë programore është orientuar drejt përmirësimit jetës qytetarëve dhe njëjtën kohë fuqizimit atyre qyteteve. Me zgjedhjet e së dielës, kreu i PDK-s theksoi se më së shumti ka fituar Kosova. Besoj se me datën 22, ajo çka është më pozitive, më shumë ka fituar Kosova. Kena qenë një sinjal tepër të mirë, në rënd parë me procesin i cili ka qenë jashtëzakonshëm. Edhe aspekti i dytë është orientimi perëndimor. Kosova i ka dhënë vull se nuk ka asnjë hezitim drejt orientimit vet perëndimor. Kjo është më pozitive, gjithë jena të kënaqur, kush i pa kënaqur, nuk duhet me qenë kjo vullneti qytetarëve. Veseli tha se nuk duhet të jetë askush i pakënaqur nga rezultati i zgjedhjeve. Rezultatet e 22 tetorit, sipas kryetarit të nismës për Kosovën Fatmir Limaj, janë sinjali rritjes dhe fuqizimit të partisë së tij drejt një shumice parlamentare. Sipas rezultatit nga votimi i djeshëm, kandidati i nismës për Kosovën Malishev, Ragip Begaj, do të shkojë në balotazh me kandidatin e PDK-s, Mursel Gashin. Nisma në këto zgjedhje ka mbështetur kandidatin e pavarur në shtime, Fatmir Rashidin. Kryetari i nismës për Kosovën Fatmir Limaj tha se subjekti që ai e drejton tashmë është një parti nacionale dhe se do të jetë përfaqësuar në shumicën ndërmuese në kuvendet komunale. Sipas tij, nisma është në mesin e 2 partive politike që ka shënuar rritje në këto zgjedhje lokale. Nëse shohim rezultatin zgjedhor nëna për mëna nismës, ne kemi rritje si parti mbrana 20%, ndërsa në nivel nacional shohim nëse shohim karshit e tjerëve, nisma për Kosovën aktualisht është duke shkuar drejt 6% votës nacionale si votë politike dhe kjo është një sukses i jashtëzakonshëm për nismën për Kosovën. Ashtu siç ne kemi shënuar një fitore thellë, edhe të rikonfirmuar për satën e herë në Malishev, edhe si parti edhe me kandidatin tonë i cili ka mbi 41%. Ai shtoi se kanë mbështetur kandidatin e përbashkët në shtime dhe se ai është në balotazh, ku presin një përmbysje të rezultatit. Rezultatet e 22 tetorit, sipas Limajt, janë sinjali rritjes dhe fuqizimit të nismës drejt një shumice parlamentare. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës përgëzon popullin e Kosovës për përfundimin e suksesshëm të rrethit të parë të zgjedhjeve komunale. Ne e çmojmë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, komisionarët e vendvotimeve OSBE-n, si dhe të gjitha ekipet monitoruese dhe vëzhguese për punën e madhe që kanë bërë. Gjersa ne kemi shqetësime lidhur me disa raportime për regjistrat e vjetruara të votuesve, votimin e dyfisht dhe parregullsi të tjera sporadike. Ne shpresojmë që disa nga këto çështje mund të adresohen para rrethit të ardhshëm të zgjedhjeve komunale në nëntor, thuhet në një komunikat të ambasadës amerikane në Kosovë. Siç thuhet në komunikat, dalja e rritur në vendvotime dhe procedurat e thjeshta zgjedhore në pjesën më të madhe të vendit janë shenja pozitive për demokracinë e Kosovës. Ne do të vazhdojmë të mbështesim institucionet e Kosovës, gjersa ato shpejt përgatiten për edhe një rreth të votimit dhe përcjellin më tutje raportet mbi parregullsitë dhe shkeljet në këtë rreth të parë. Shpresojmë se të gjithë zyrtarët komunal tashmë të zgjedhur do të përkushtohen për ndryshim pozitiv në emër të gjithë zgjedhësve të tyre, gjë e cila do të shtyjë Kosovën përpara në shtegun e integrimit të plot euroatlantik, thuhet në deklaratën e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ministrja e Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha, ka takuar komisionarin për zgjerim të Bashkimit Evropian Johannes Hahn, me të cilin ka diskutuar për agjendën integruese të Kosovës. Ministrja Hoxha ka theksuar përparimin e bërë në shumë fusha, që nga sundimi i ligjit, zhvillimi ekonomik dhe fqinësia e mirë. Ndjekim në vazhdim kronikën e korespondentës son Qeraqina Tuhina nga Brukseli.
Ministrja e Integrimeve Evropiane Dhurata Hoxha ka takuar komesarin e ngarkuar për çështje zgjerimi Johannes Hahn, me të cilin ka diskutuar se çfarë duhet të bëjë Prishtina zyrtare tutje në mënyrë që të avancohet rrugtimi evropian, përfshirë këtu implementimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit dhe rezultatet konkrete në procesin ERA. Pengesa e vetme që mund ta quaj ashtu kushtimisht është se sa shpejt ne hecim përpara dhe sa shpejt ne jemi të aftë që institucionet, ministri përkatëse të koordinohen me njëra tjetrën dhe me të vërtet të prodhojmë rezultate. Liberalizimi i vizave zuri vend të veçantë në takimin e sotëm. Siç tha ministria Hoxha, edhe njëherë është bërë e ditur palës evropiane se Prishtina zyrtare është e bllokuar për sa i përket përmbushjes së kushtit të ratifikimit të demarkacionit me Malin e Zi. Duke u referuar kushtit tjetër, dëshmive konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Dhurata Hoxha tha se pala kosovare duhet të nisë, të prodhoj rezultate dhe të dëshmoj për kushtimin se është e gatshme për integrimet evropiane. Hoxha ka nënvizuar se ka ardhur koha kur duhet të bëhet zbatimi konkret e jo vetëm të miratohen strategjitë e mira në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Dëshmit konkrete përballë Brukselit, sipas saj, do jenë ato kur të demonstrojmë se askush nuk është mbi ligjin. Presidenti i Kosovës priti në takim Peshkopin Efraim Tendero, sekretari përgjithshëm i Aleancës Ungjillore Botërore, pastorin Driton Krasniqi, kryetari Kishës Protestante Ungjillore të Kosovës, dhe pastorin Femica Kolli, drejtori shënimit të 500 vjetorit të reformacionit protestant në Kosovë. Tendero po qëndron në Kosovë me ftesë të Kishës Protestante Ungjillore të Kosovës për të folur në serinë e ngjarjeve që shënojnë 500 vjetorin e reformacionit protestant. Gjatë vizitës në zyrën e presidentit, Peshkopi Tendero shprehi mirënjohjen e tij për presidentin Thaçi, i cili ka mbështetur 500 vjetorin e kësaj ngjarje. Ai po ashtu e përgëzoi presidentin për mbështetjen e lirisë së fesë në Kosovë dhe promovimin e harmonisë fetare midis grupeve të ndryshme fetare në vend. Presidenti Thaçi foli për iniciativat e paqes dhe pajtimit që zyra e tij ka ndërmarrë për të mbyllur historinë e kaluar të dhunës në vend. Peshkopi Tendero i dorëzoi presidentit Thaçi një plakat mirënjohje në emër të Aleancës Ungjillore Botërore, si dhe librat e botuar nga Kisha Protestante Ungjillore e Kosovës. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli, pas mbledhjes së kryesisë, ka thënë se seanca e radhës ku pritet të jetë votimi për buxhetin do të mbahet të mërkurën. Si pikë tjetër e rendit të ditës, ishte edhe formimi i komisionit ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një antar të komisionit të pavarur të mediave dhe shqyrtimi i raportit vjetor të auditimit të zyrës kombëtare të auditimit për vitin 2016. Forca e Sigurisë së Kosovës është ndër institucionet më të besueshme viteve të fundit, kështu u tha në konferencën FSK dhe partnerët ku morën pjesë atashe ushtarak të shteteve mike dhe partnerëve strategjik. Ndonë se ende nuk dihet se kur të ndrohet misioni, Forca e Sigurisë së Kosovës vazhdon të jetë ndër institucionet më të besueshme viteve të fundit. Me këtë konstatim u ndjen mirë edhe udhëheqësit e FSK-s gjatë prezantimeve të tyre në konferencën FSK dhe partnerët. Ministri Rustem Berisha u shpreh i bindur që Forca e Sigurisë shpejt do ta ndrojë misionin, por që nuk përmendi ndonjë afat kohor. Me data nuk kisha dashur të përcaktohem, për ne është tepër me rëndësi. Ndoshta mos mungut shumë në afate kohore, sa është me rëndësi që me kriju një afërsi mes të FSK-s dhe komunitetit jo shumit që dhe ata me qenë pjesë e transformimit. Kur do të ndodhë kjo, më varet prej shumë faktore, më varet prej koordinimit ose për afrimit FSK dhe komunitetit dhe prej bashkëpunimit dhe koordinimit me faktorin ndërkombëtar. E roli i partnerëve strategjik është shumë i rëndësishëm në këtë fazë tranzicioni, në të cilën po kalon ky institucion i lartë i sigurisë. Në konferencën e parë të FSK-s dhe partnerët, që është mbajtur në muajin prill, qëllim ishte t'i prezantojmë tek ju nevojat tona për zhvillim të më të tjeshëm të kapaciteteve të Forcës së Sigurisë Kosovës. Dhe po ashtu t'i sinkronizojmë të gjitha aktivitetet me ju në mënyrë që të kemi një qasje më të mirë në objektivat të përbashkëta. Me profesionalizmin e pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë u ndjej befasuar edhe komandanti i KFOR-it Giovanni Fungo.
Ai tha se duhet vlerësuar punën e leadershipit të FSK-s, të cilët kanë tejkaluar problemet esenciale. Gjatë mandatit tim në KFOR kemi pasur trajnime dhe ushtrime për të rritur kapacitetet dhe ndërveprojshmërinë. Jemi të befasuar me profesionalizmin e FSK-s. Këtu përfshihet edhe pjesëmarrja në shpatin argjend. Ushtarët e FSK-s kanë marrë pjesë me kapacitetet e ndryshme në ushtrime të ndryshme se si duhet veprojnë në situata emergjente. Zhvillimi i kapaciteteve sa i përket çminimit është bërë me shumë profesionalizëm. Kemi një rrjet komunikimi me të gjithë pjesëtarët e FSK-s, të cilët janë të shpejtë dhe efektiv. Konferenca FSK dhe partnerët është e 7-ta me radhë dhe e 2-ta për këtë vit që organizohet nga Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës, në të cilën marrin pjesë atashet ushtarak të vendeve partnerë si nga SBA-ja, Britania e Madhe, Shqipëria, Belgjika, Kroacia, Slovenia, Republika Çeke e të tjerë, si dhe atashet e FSK-s e përfaqësues të institucioneve qeveritare vendore. 3 serbëve që u zun me granata dore dje në pikën kufitare në Jarinje, prokuroria u ka caktuar 48 orë ndalim derisa automjeti transportues është konfiskuar. Policia kufitare në një qese plastike ka gjetur 2 granata dore dhe detonatori nicues në pjesën e bagazhit në autobusin e udhëtarëve me targa të Serbisë, i cili vinte nga Serbia në Kosovë. Me autobus udhëtonin 57 udhëtarë. Vazhdojmë me lajme tjera. Qeveria e Gjermanisë ka lejuar që nëpërmjet vizave të rregullta të punës, kosovarët të kenë mundësinë që të punojnë në këtë shtet. E këtë të drejtë kanë filluar ta shfrytëzojnë kosovarët të cilët janë të interesuar për të punuar në këtë shtet. Edhe pse Gjermania ka refuzuar kërkesën e kosovarëve për të marrë azil në këtë shtet, duke e cilësuar Kosovën si shtet të sigurt, qeveria e saj ka krijuar kushte të reja që përmes se vizave të rregullta pune të rinjët kosovar të kenë mundësinë që të punojnë në këtë shtet. Njëri nga ta që ka marrë vizë pune është Bleri Mysena Ngapeja, i cili që 9 muaj është duke punuar në një restorant me pronar shqiptar në Berlin. Fatosi ka apliku për mu me kontrat punës, dikon 3 javë ka zgjat procedura, atje e kom bëhë terminin në ambasad, brenda 3 muajve ko marrë dhe ko marrë si e shtu më punë. Pronari i restoranit, Fatos Gjafolli, e thot se nuk ka pas problem sa i përket aplikimit për vizat të punës. Kemi një status të mirë këtu, edhe firma jonë që ndronë që 10 vjetë, do të thotë që kur t'i bojmë kërkesat, zakonisht nuk na i kanë refuzu, kanë marrë gjithë përgjigje pozitive. Ambasadori Kosovës në Gjermani, Skënder Gjekaliu, thot se me këtë veprim qeveria gjermane ju ka krijuar mundësi kosovarëve që legalisht të punojnë në këtë vend. Qeveria gjermane që nga viti 2016 ka marrë vendim që për vendet e Ballkanit, duke përfshirë edhe Kosovën, të lejojë punësimin legal në vend, pra të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, të cilët gjejnë një kompani, kanë një kontratë dhe marrin lejën e punësimit nga endi punësimit këtu në Gjermani, aplikojnë për vizë hyrëse në Gjermani, në ambasadën përkatëse atje në Prishtinë, kanë mundësi që të punësohen legalisht dhe të punojnë legalisht, po ashtu dhe kanë mundësi të qëndrimit legal në Gjermani. Në të ardhmen, pritet që edhe të rinjtë të tjerë të shfrytëzojnë këtë mundësi që ju ka krijuar qeveria gjermane për të punuar me vizat e rregullta pune. Kosova ka mjaft punë për të bërë sidomos lidhur me procesin integrues në strukturat e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, por edhe në bisedimet me Serbinë. Gazetarja dhe shkrimtarja shqiptare në Francë dhe SBA, Klara Buda, në një intervistë për Radio Televizionin e Kosovës tha se Serbia duhet fillimisht të kërkoj falje për krimet e bëra në Kosovë dhe të ofroj kompensim për dëmet e luftës, përndryshe nuk do të duhet të lejohej që të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Ndjekim pjesë të intervistës që do të transmetohet pas lajmeve në RTK 3. Është një gjë shumë e mirë që ka arritur Kosova deri tani, por ama nuk duhet të kërkojmë që me njëherë të kemi një demokraci si në Francë ose si në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Demokracia është një rrugë e gjatë dhe duhet çdo ditë ta ndërtojmë. Europa mbrohet, përpiqet të mbrohet, është në detyrën e autoriteteve e shtetit të Kosovës që t'u tregoj autoriteteve europiane që asgjë e keqe nuk do t'i vijë nga Kosova, që krimi organizuar nuk do t'i vijë nga Kosova dhe kam përshtypjen që ka një qasje pozitive nga Europa, por
por si thua, çdo shtet duhet I bëjë detyrat e tij të shtëpisë dhe problemi I krimit të organizuar një orë më parë duhet të zgjidhet. Unë mendoj që Kosova mund ta kthejë këtë situatë përmbys duke pasur një qasje të zgjuar dhe të mençur kundrejt Serbisë. Serbia I ka pasur kontaktet. Por, mos të harrojmë që për herë të parë në historinë e kombit shqiptar, të gjithë shtetet perëndimore, përfshi Francën, Gjermaninë, u bashkuan për të sulmuar Serbinë në mbrojtje të Kosovës dhe kundër egzaksioneve, kundër terrorit, kundër veprimit të forcave paramilitare serbe në Kosovë. Pra Kosova është ajo që duhet I tregojë Europës që, shikoni, njohja e Kosovës nuk është e mjaftueshme që Serbia të futet në Europë. Njohja e Kosovës është një shkallë që ja ka vënë Europa tashmë si kusht. Mendoj se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë në radhë të parë nuk mund të anashkaloj gjërat që janë radikale për paqen midis vetë banorëve të Kosovës. Këtu janë serbët e Kosovës dhe shqiptarët e Kosovës. Të mos harrojmë që ka pasur vrasje të fëmijëve, ka pasur masakra, ka pasur dhunime. Në qoftë se shteti I Serbisë nuk do të marri përsipër krimet që ka bërë, nuk do të pranoj fajin, nuk do të bëj mea culpa, nuk do të bëj kompensimin, asgjë nuk do të ndodhë. Pse? Sepse paqja do të vi këtu, në territorin e Kosovës, dhe njerëzit janë të traumatizuar nga vitet e luftës. Duhet të njihet krimi, duhet të pranohet krimi, duhet kërkohet falje për krimin. Jashtë kësaj skeme, asgjë nuk mund të ndodhë. Serbia mund të mos I pranoj krimet, por Serbia duhet të vihet përpara bankës së akuzuarve, siç ndodhi në Hagë, në qoftë se Serbia nuk I pranon krimet, nuk kërkon falje, nuk bën kompensim, e pra Kosova duhet I kërkoj Europës që të bëjë presion mbi Serbinë për t'i njohur krimet e saj, sepse Serbia nuk mund t'i tregojë botës që është demokratizuar në qoftë se ai nuk pranon krimet e Kosovës. Serbia duhet ta kuptojë që të pranohet në Europë, ajo në radhë të parë duhet pranojë çfarë ka bërë Kosova. Me një ceremoni solemne, Komiteti Olimpik I Kosovës ndau bursa olimpike për 19 sportistët më të mirë të Republikës së Kosovës. Sportistët përfitues të bursës olimpike Tokyo 2020 theksuan se në 4 vjeçarin e ardhshëm do të arrijnë suksese të mëdha në arenën ndërkombëtare. Komiteti Olimpik I Kosovës nënshkroi kontratë për bursa olimpike Tokyo 2020 për 19 sportistët më të mirë të Republikës së Kosovës. Ndarja e këtyre bursave sipas Ministrit të Kulturës Kujtim Gashi do të ndikojë edhe në ngritjen e performancës së sportistëve. Padyshim se këmbështetje drejt për drejt për këta sportistë do të ndikojë jashtëzakonisht shumë në rritjen e performancës së tyre në drejtim të arritjes së normës olimpike që do t'ju mësonte pjesëmarrjen e sigurt në lojrat olimpike Tokyo 2020. E krenaria sportit kosovar Majlinda Kelmendi tha se beson që Kosova do të ketë një ekip shumë të fortë në Tokyo 2020. Unë shpresoj shumë që shumica prej nesh këtu që janë sot ta fitojnë normën olimpike dhe të kemi një ekip më të madh dhe shumë më serioz se që kemi pasur në Rio 2016. Sportistët përfitues të bursës olimpike Tokyo 2020 theksuan se në 4 vjeçarin e ardhshëm do të arrijnë suksese të mëdha në arenën ndërkombëtare. Kryeministri Haradinaj është takuar me judistën e njohur Majlinda Kelmendi dhe trajnerët e judos Driton dhe Agron Kuka. Sipas Haradinajt, Majlinda është vajzë e artë dhe se ajo do të mbetet gjithmonë heroin. Kryeministri I ka siguruar ata se qeveria e drejtuar nga ai do të angazhohet që të gjithë sportistët të trajtohen me dinjitet, duke ju siguruar atyre kushtet e nevojshme që të sjellin fitore të reja Kosovës dhe të vazhdojnë të na bëjnë të gjithëve krenar. Autoritetet katalonase janë shprehur kundër urdhrave të Madridit në rast se qeveria spanjolle tenton të marrë nën kontroll këtë rajon I cili para pak kohësh përmes referendumit I hapi rrugë së drejtës për pavarësi. Mirë po ky veprim po kundërshtohet ashpër nga qeveria spanjolle. Qeveria katalonase është takuar në Barcelonë për të diskutuar rreth situatës së krijuar në Spanjë pas referendumit në rajonin e Katalonisë.
Gjatë këtij takimi është vendosur që parlamenti të mbajë një seancë plenare të enjten për t'i dhënë përgjigje Madridit, pasi qeveria qendrore tha se do të vendosë regjim të drejtpërdrejtë. Katalonasit planifikojnë të ndërmarrin një veprim ligjor kundër artikullit 155, i cili lejon qeverisë së kryeministrit Rajoy që të marrë përsipër udhëheqjen e rajonit në rast të krizave. Ndërkohë Senati spanjoll pritet që këtë artikull ta kalojë ditën e premtë e bashkë me të edhe propozimin për zgjedhje të reja rajonale. Autoritetet katalonase deklaruan se nuk do të marrin urdhra nga qeveria spanjolle nëse ajo do të vazhdojë përpjekjet për të marrë nën kontroll rajonin. Ata besojnë se katalonasit përmes referendumit treguan vullnetin e tyre për pavarësi dhe një gjë e tillë nuk mund të përmbyset. Shikues nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion lajmesh. Ju vazhdoni të qëndroni me programin e Radio Televizionit Publik të Kosovës. Mirëmbëngjes.